Sot me lejnë Allah të zëgjel, khutbja e jonë është kja. Si të jem i sukseshëm në natën e Kadrit. Vetëm titulli jonë i ka 3 kuptime. Në më thonë, tema është si të jem i sukseshëm në natën e Kadrit. Pastaj kjo temë i ka 3 kuptime për me kuptu temën tonë. E para është kuptimi i kësaj teme që ti ta shfrytëzosh atë natë në mënyrë më të mirë. Apo da më ka një sukseshëm, sendin e parë, kuptimin e parë, shfrytëzoje natën e Kadrit në mënyrën më të mirë, në mundësinë më të mirë, me kujdesën më të fortë. Kuptimi i dytë, të bësh adhurime dhe vepra të mira që sjellin shpërblimin më të madh tek Allahu Azza wa Jall, apo prej Allahut Azza wa Jall. Kjo është kuptimi i dytë. Veçoje veten tonë me veprat e tua më të mira, për çka? Për me e sjell, me e fitu shpërblimin më të madh tek Allahu Azza wa Jall. Dhe kuptimi i tretë ju vëllezër është që 3 sende të mundesh me qenë dhe me u bë i sukseshëm në natën e Kadrit. E para është ta shfrytëzosh atë natë, të bësh adhurime, dhe e treta veprat të mira, mos i harra, nga sa ata e sjellin shpërblimin më të madh tek Allahu Azza wa Jall. Më pas o ju vëllezër, çka e sjellin suksesin në natën e Kadrit? Cilla sende e sjellin suksesin në natën e Kadrit? E para është el-inaje, me i dhënë kujdesje, më u kujdes për ta. Këta 10 netet e fundit, kujdesnu për netet e fundit. Kur na kemi nevojë për diçka, ç'është dynjaje, që na ndoshta nuk mund me jetu pa ta. Ç'është ndoshta edhe ego që ty të pëlqen, na i dhon shumë kujdesje. E rumi me çast, me sekond. E kujdese e ahiretit ton, e kujdesa e dynjas e ahiretit, për tham kështu, është që ti me qenë i kujdes shumë për natën e Kadrit, me e rujt netet e fundit të Ramazanit. E dyta, el-ihtimam, është që ti mi i dhonë rëndësi. Qysh ka vlerë të ti nata e Kadrit? A thu val, qysh po i fol zemrës tonë për natën e Kadrit? A ka rëndësi, a ka vlerë, a ka pozit, apo hajt po shkej që atë bot në i sen? Kur ka rëndësi, kur ti je vlerë, i je pozit, lexon se kësha është nata e Kadrit, atëherë ti ki më kon prej atyre që do të mundohesh edhe me forcën më të madhe me i dhanë rëndësi natës së Kadrit. Dhe e treta ju vëllezër, kur bosh i mirë me Zotin, kur bosh i mirë me veten tane, bohu i mirë edhe me familjen e tanë. Mos e le familjen gjum, mos e le gruan tanë gjum, mos e le fëmijën tanë gjum, mos e le aq se flej po shap. Jo, zhëje familjen që edhe aja me shpetu nga zjarri i xhenemit dhe me fitu të mirat e Allahut Azza wa Jall. Për këta tregon Aisha radhiyallahu anha, thot: "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idha dakhalat al-'ashru min Ramadan shadda mi'zaruhu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlihi." Tregon Aisha, thot që me të vërtetë profeti jon sallallahu alaihi wasallam ishte që kur hynte dhejqi i fundit i Ramazanit, e shtregonte atë mizarin e tij, rrypjen e tij, e gjallëronte natën dhe gjën e tretë e zgjonte familjen e tij për namaz. Shiko, këto janë veprat e profetit ton sallallahu alaihi wasallam për të qenë i suksesshëm në natën e Kadrit. 3 sende
për të qenë i suksesshëm në natën e katërt. Kjo vepër që po na tregon Aisha tregon suksesi i profetit sallallahu alaihi wasallam. Gjën e parë, gjallërimi i natës. Qysh na po i kalojmë netët e Ramazanit të fundit, e cila është mbrana këtyre netëve është nata e kadrit. Qysh po i gjallërojmë ato net? Apo na shkon gjallërimi me diçka tjetër, apo gjallërojmë domethënë natën me çka? Me ibadete, me dhikr, me lexim Kur'anit, me lutje. Pastaj shtrëngimi i rrypit. Çka nuk kupton kjo shtrëngimi i rrypit? Shtrëngimi i rrypit kupton që po më janë keq me më shpreh, po do të më shpreh. Mos rri në dërmi çu thojmë postanet grave. Largohu pi grave. Jepi edukat vetën tonë me Allahun Azza wa Jall. Me Allahun Azza wa Jall. Shtrëngaj rrypin, le ta dinë edhe familja që ti duke adhuruar Allahun dhe nuk ki kohë më tepër natën në sen tjetër me bë. Është nata e adhurimeve. Është nata që kërkohet me fitu dynjan dhe ahiretin. Dhe jep mësim edhe familjes tande. Dhe e treta që ka bërë si sukses pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është zhimi i familjes. Ashtu që thash. Ti me vetën tonë i mirë po mundohesh më konë me Zotin i mirë po, e qysh familjen nda me lam? A nuk dhimbet familja? A nuk dhimbet vajza jote? A nuk dhimbet e vladi jot me pon zjarr xhenemit? Ku janë angazhimet e tua me familje që edhe ata me qenë të njëjtën gjë me adhuru Allahun Azza wa Jall. Pasaj o ju vëllezër, si të jam në të gjithë netët i suksesshëm. Deri me tani punën për një natë, edhe pse e ngrumbëllova me netë të tjera. Mirë po tim pas teme lidhet e njëjta tim, thuaj se njëjta tim. Si të jam në të gjithë netët i suksesshëm. Po, mundesh me qenë. Belum ato me një vepër të mundesh me qenë në gjithë netët i suksesshëm me lejnë Allahit. Ajo është më u falë gjithë natën, namaznate. Apo ki qef këtë netët e tua më koni suksesshëm. Ruje namazin e natës. Ba adhurim në namazin e natës. Tregon Aisha thot, kana Nebiu sallallahu alaihi wasallam yakhussuha bi qiyam al-layl kullah. Aisha po na tregon thot, ishte më të vërtetë profeti jon sallallahu alaihi wasallam që e veçante natën e tij. E kalante natën e tij me namaz natë. Da më thonë me qka po e veçan për ameri natën, me qka po je pozit natës kadrit, me qka po ja din vlerën natës kadrit, qfar begatije apo vlerë ka natë e kadrit e për ameri, gjitha me një vepër, namazin natës. Nuk e kalon namazin e natës. Unë e di që ju jeni të lavshëm. Unë e di që ju ponani në stop. Amo rriz Zotit 70 netve, që ta bedhe të netve mundohë, mëse shta vetin. Po mësi thuj tani vetit ku delë për Allahët, a usha pas në bobre. Që ta dhe të netë Zotit për kërkam për i teje që ti mu koni angazhushëm. Në qovë se na që ta dhe të netë nuk jemi, trupin ton me shkri për Allah, kur kina mu konë më për Allah? Kur kina më konë për Zot? A nuk jeni të evrej rahmetin e Allah të zëgjel? Ata që janë 5 kur namaz, ata që adhurojnë Allah në zëgjel, ndëgjani mirë, monument mirë këta fjallë. Ata që janë adhurus të Zotit, për ta nuk është vesh një mujë Ramazan. Jo, ata tër jetën e kanë Ramazan, po jo se një të e ditë këto. Ata që vinë që të parin saf, unë një me sëtë e me, ata gjithmonë e kanë Ramazan. Lexojnë Koran, agjerojnë, falin namaz, adhurojnë Zotin. Po kjo shkollë, që kjo agjerim, që ta 10 netët për neve, është shkollë mësim për neve, që Zoti po danë në Allahun, apo shanë sa mirë ku ka me adhuru Zotin. Para me ndaje me adhuru Allahin ti, do më të mujë që shtët. 10 ditë po knaqesh. Po shka thu, do më të mujë ti me adhuru Allahin të njëjtën gjallë. Që kjo është të ju vëllezër, ma bani Allah që mi foli këta fjallë. Dynjaja e shumët, angazhimi për dynja shumët, po na hub vlerën tek Allah Azza Jall këto 10 netët. E pasaj
imamllëkët, hoxhallarët, njerëz të mirë që ja dojnë të mirën familjes, evladëve, njerëzve, të popullit, do të më folë, më thonë, o shfrytëzani be, o shfrytëzani këta 10 net, mundano, o vëllezër të mirë, se nuk po di tjetër çka më ju thonë, sinqerisht më ju thonë, nuk po di me përmbledh sende më të mira që o këta 10 net është xheneti jot. Në qoftë se te çta 10 net nuk i shfrytëzon, ku da me lyp para Allahut xhenetin? Po më smushë kur xhohesh po bie edhe më poshtë. A mundesh me ardh në xhami dhe me bu lutje 10 minuta? Zoti ta din qëllimin. Çata që ka bu lutje që po e mëson profeti jon kun Aisha radhiyallahu anha. Thuaj o Allah ti falës e dan falën falë mu. A din çfarë lutje o kjo? Vallahu me këtë lutje ulemat kanë shku libra kanë shku. Që nuk mundesh me arrit jetën tane, pasurinë tane, nuk mundesh me arrit xhenetet e Allahut, nuk mundesh me shpëtu botën e ahiretit, nuk mundesh me shpëtu botën e kojna, jetën vorreza, pa faljen e Allahut azza wa jall. E kur të falë Zoti, afwa, është për emrave të Allahut azza wa jall. Allahumma innaka afuwun. Prandaj ti po e deklaron tek Allahu se ti je ai i cili ki emra dhe cilësitë e mira, falës. E përmes faljes së Allahut arrin të mirat e dunjas ahiretit vorrit. Gjitha. Allah na përmirësoft o ju vëllezër, ja Rabbil Alamin. Pastaj o ju vëllezër tregon Aisha duke thënë: "Wa kana yakumu min al-layl hatta tatafattara qadamahu." Më vërtet ishte profeti jon sallallahu alaihi wasallam që e gjallarante natën e tij derisa edhe këmbët e tij, thembrat e tij kanë qenë të hapura, ju është pa gjaki profetit sallallahu alaihi wasallam prej mbrapa. Parandaj o vëllezër, paramendaj se qysh e ka adhuru Allahun azza wa jall kush Muhamedi i dërguari jon sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo na kupton suksesi i profetit. Apo ki qef më koni sukseshëm në natën e Kadrit, gjallërimi i natës edhe mundi jot kërkohet. Pejgamberi për gjallëran natën me ibadet, me adhurim, po kërkohet edhe mundi. Çfarë mundi pas ka pas pejgamberi? Kam të çane. Pi qefita, pi mund me adhuru Allahun azza wa jall. Tregon Aisha i vëllezër thot: "Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tadribu lahu khiyamah fi masjidi fi al-ashir al-awakhir min Ramadan." Tregon Aisha thot që ishte më të vërtet profeti jon sallallahu alaihi wasallam e merrte shatori mas vete, e shtrente në xhami në dhjeqen e fundit të Ramazanit. Dhe kjo i jep me kuptu që profeti sallallahu alaihi wasallam e gjente suksesin në këto dhjetet e fundit të Ramazanit me izolim në xhami. Izolim xhami. Edhe na nëse dujmë me qenë suksesshëm në natën e Kadrit apo dhjeqen e fundit me izolu vetin në xhami. Hajde në xhami. Dhjeqen e fundit, fale namazin, është për të mirën tane, apo dan falje, apo dan xhenet, apo dan largu pi zjarrit xhenemit. Vjen mos harrani vllazin. Unë shti vetë në mesin e ju. Vjen koha. Vjen koha që të mimber kur e përmendin një hadith. Ka marrë koha. Edhe jam i bindur që këtë hadith të deni krejt, po s'po du me përmend çtashone. Vjen koha. Fitaj kush fitaj, humbi kush humbi. Nuk ka ma qysh ka. S'ta kthen ma Zoti me thënë, hajde edhe njerë. Po shfrytëzoje sa je të ndëgju këto fjalë. Andaj izolimi i profetit ishte sukses në natën e Kadrit. Më pas o ju vëllezër, qalet Aisha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Tregon Aisha dhe thot që ishte profeti jon sallallahu alaihi wasallam në dhjeqen e fundit bënte itikaf derisa Allahu azza wa jall e boni për të vdekur ai. Në do thonë ja morr Zoti shpirtin, pejgamberi ka qenë në itikaf. Në do thonë nuk i kalu Ramazanet e tij, dhjeqi i fundit, nata e Kadrit, vetëse ka qenë në itikaf. Nuk ka shku më shumë kohë. 4 muaj ka vdek pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo na tregon që pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i erdh suksesi i tij duke lyp dhjeqen e fundit të Ramazanit tër jetën e tij derisa
vdiq me këtë sukses, të e lyp. Çfarë suksesi na e kemi në natën e Kadrit? Apo dojmë më kanë? Pejgamberi pas ka vdek të e lyp dhe e gjeti suksesin. A më ku në xhami të e lyp natën e Kadrit. E njëjta gjë edhe na nëse dojmë me qenë të suksesshëm në natën e Kadrit, të shfrytëzojmë këto ditë që na kanë mbet o ju vëllezër.